Ka 1 milion gjona që i kanë ke shtëpia vet, para se të merren me hallet e robëve për jashtë. Do i vi fëmia me i libër shkolle në shtëpi. Po. Në cilin do i mësojnë djem të bëhen vajza. Po. Domethënë do i mësojnë djem se si sillen si vajza. Dhe këtu në Durrës u bë mbledhja e Këshillit Bashkiak. Edhe u bë debat për këtë temë. Edhe që mos bishin sy ndrun emrin. Jo tranzicion gjinor, po gjinor tranzicion. Filmrash. A kuptoni se sa ja din kokën njerëzve këta vëlla, i peshojnë njerëzit me budallik. E kupton që janë budallë? Po. Dhe i trajtojnë si budallë. Edhe ai nuk i meriton siç duhet. Thjesht tall me nerën dhe thjesht e kthen emrin mbrapsh, ndër opozicione dhe thotë ja si e shesun. Nga blu bëj qen. Edhe njerëzit në fund fare pasaj vëlla. Këta kanë miratuar një ligj vjet që quhet Barazia Gjinore. Me këtë ligjin ata duan që të fusin programet e shkollës përveç tjerave, edukimin e djemve që të bëhen vajza dhe vajzave që të bëhen djem. Dhe do e fusin këtë gjë si tolerancë, si edukimi modern, apo futemi në Evropë, këto mashtrimet për kacë. Po ndërkohë, ndipet e shkollës, që këta do kenë ke fëmijët e tyre, këta e kanë dorë ta ndalojnë këtë. Do të thënë ndalohet dhe në protest. Pasi në shtator, në protest do ketë dhe këtë temë. Do jetë shumë fokus i rëndësishëm. Është lëmë për shtatorës, pikërisht që të jetë përballë shkollës, më kupton logjikën. Dhe mbi të gjitha që është e rëndësishme, është shumë e qartë që ne kemi fuqinë në mbi bordeve të shkollave, të dalojmë këto libra. Çfarë janë bordet e shkollave? Janë komiteti i prindërve që përfshin ke klasat e shkolla, ke profesorë. Që ta mësojnë mirë këta se. Dhe unë kam mësuar një gjë që shqiptarët përgjithsisht janë konservatorë. Që bordet e shkollave janë të drejtuara nga përgjithsisht njerëz që kanë një pozicion konservator. Në raport me familjen, gjithmonë. Dhe unë i bëj thirrje të gjitha të bëhen pjesë e bordeve të shkollave, ata që janë bërë dhe kanë mundësi të bëhen. Ata që janë të forcojnë rolin. Po gjëja e parë që kanë mundësi prindërit ta bëjnë që tash të marrin informacion zyrtar, drejtuar me letrë zyrtare, të librave shkollore, të efektuar nga ligji i Barazisë Gjinore. Pra të shohin çfarë libra do japet fëmijëve të tyre. Kanë të drejtë me ligj ta kërkojnë. Çfarë libri do ketë fëmia im? E dyta është që kërkon certifikatin e vaksinave. Pa që në Amerikë kemi lajme të reja. Në Amerikë sapo ka dalë vendimi për eduktimin e vaksinave për fëmijët. Dhe po flitet hapur për ndikimin e autizmit nga vaksinimi. Tani nga eksperienca kemi parë që fëmijët që pa vaksinuar janë më të gjallë, më aktiv, më fizikisht shëndetshëm se fëmijët e vaksinuar. E kemi dhe rrethin tonë këto realitete. Duken edhe nga gjallëria që kanë fëmijët në raport me njëri tjetrin. Të vaksinuarit janë më pak gjallë, të pavaksinuarit janë më të gjallë. Të vaksinuarit janë më pak gjallë, të pavaksinuarit janë më të gjallë, më të aktiv, më kështu. Edhe me smundjet më rregull. Çështja është që këta i thonë ti unë s'të fus shkollë. Qofse ti nuk ke sjell mua një dokument që je i vaksinuar. Që i ka të gjitha vaksinat brenda. Dhe këtu këta shi po fusin edhe vaksinimin e pavilonit, ke parasysh që kemi trajtuar ne te ky emision. Po fiks, para 3 muajsh e bëm ne. Tash i djemt nuk kanë arsye ta bëjnë atë vaksin. Ajo ka të bëjë me homoseksualizmin. Që ka të bëjë me përhapjen e virusit të pretenduar nga homoseksualët. Pasi bëhet fjalë për një sëmundje seksuale. Se aty në klasë ata kalamajt 10 vjeç janë 40 kalamajt gjithë homoseksual me njëri tjetrin të gjithë. Pra bëhet për të smur fëmijët nga një anë edhe mendërisht me homoseksualizmin, nga ana tjetër për të folur edhe për këtë temë, dhe nga ana tjetër për të futur këto vaksina, që janë pa nevojshme dhe pa testuara. Pse të pa testuara? Sepse janë të reja. Këto vaksina janë të tilla që japin efektin mas 30 vjetësh. Sepse ka të bëjë me mënyrën si reagon trupi ndaj këtyre problemeve që shfaqen në moshat 50 vjeçare, 45 vjeçare. Që ka bë fëmijë, i ka bën nipa edhe i ka shku kështu. Që do thotë, ne nuk ja u dim efektet, dhe këta i detyrojnë fëmijët të vaksinohen. Tani po ju shpjegoj gjithë prindërve që ta ndjekin. Ne duhet ta kuptojmë që kemi ndorë fatin tonë dhe të fëmijëve tonë.
Nuk është një çështje se ka që thjesht thuash ti që mi kërkon shkolla s'kam shpëlej. Por unë jetë e fëmijës tat. Ju do të jeni një masë kritike që të bëheni blok dhe të gjithë do të mbroni fëmijët në këto shpime absurde, sepse në moment që një fëmijë është i vaksinuar, ai s'ka pse të ketë frikë nga një fëmijë pa vaksinuar. Apo? A ke bë vaksinën ti? S'do mene. A ke bë vaksinën ti? Pse ke frikë ti? Nga se ke frikë ti? Ajo vaksina ka efekt? Apo është mashtrim? Pra pretendimi që nuk mund të fusin fëmijët pa vaksinuar se përhapet pandemi e kështu gjëra që kanë këta. Vllaje, i sekond, pa të vaksinuar të tjerë. Pse kanë frikë? Do të kenë frikë pa vaksinuarit. Po pa vaksinuar kanë zgjedhur të mos vaksinohen. S'ka pse të kenë frikë. Prindrit kanë dorë fatin e fëmijëve të tyre. Në Amerikë ka ftu procesi, po është një përballje me Big Pharma që është gjigant në Amerikë. Këtu Shqipëri kemi me kollaj. Kaq trashë se kuptoni. Pyetja është kush do i ketë ilaç të vaksinave në Shqipëri? Po, janë bashkë ato, mos shko deri ke ilaçet. Mos shko deri ke ilaçet sepse pashkase thash parë që mos u merrni fare me komshiu, më merrni me hallet tuaja që keni më rënd. E të kuptoni protestën, pastaj mos bëni komente idiotë aty. Që ishte ajo me mia të mua Tranzicioni gjinor. Se nuk e zarum, se është e rëndësishme që ta kuptoj. Në spitale do ofrohet shërbim për t'i kthyer djemt në vajza. Pra do ja presin atë poshtë, do ja kastrojnë atë poshtë. Me ligje kanë tash mundsi. Po, synet për Dhe e fillojnë nga pak, pastaj vjen ditë që ja bëjnë me dhunë prindërve dhe ja u marrin fëmijët se psikologu i shkollës pas ka thënë që ky djali nuk është djalë po është vajzë. Psikopati, jo psikolog. Psikopati i shkollës i trajnuar nga Soros dhe këto. Dhe i thotë atyre që fëmia jote është homoseksual. Ti s'mund të ndalosh fëmijën të bëjë tranzicion gjinor. Ky ndihet vajzë, do ta bëjmë, t'ia kastrojmë, t'ia presim atë poshtë, thotë psikologu me libra. Sepse kanë bërë që edhe psikologu do ta kenë këtë kontroll. Edhe e ka të prem. Po. Është bukur, është bukur. Do të më pam shtator këta. A janë me të preme kur të vinë aty në punë? Se s'ka mundësi më të vinë pa pas të preme. Prindërit që janë indiferent. Po janë edhe na bëjnë komente. Ma çakto budallëç na thonë. Kështu tha dhe Kanada. E shkupëja, pas jemi kanadane. Që do përfundoni që keni nisë. Po t'ishit Kanada është mirë, Kanada e. Kështu do përfundoni të gjithë, po s'duan të pranojnë se duan të vuajnë pa të pranojnë, po na ka thonë ai avokati para 10 vjetësh. Puna është mos me ta thonë para 10 vjetësh, ta thonë para i viti është puna që të kesh kohë të reflektosh. Po kur ka kalu 10 vjet ti tash me deri mund se s'ke për gjithmonë gjë. E di ku është e bukura. Fëmia ka marrë fund pas 10 vjetësh. E folën para 3 muajsh ne këtë për muhabetin e fëmijëve meshkujve që po e flasim prap tash. Edhe këta prap njëta gjona do thënë. Po e bukur është sepse po të shohin rrjedhin e vet familjar vërtet, ato që kanë gocat i kanë bërë që vjet plagu. Çka kanë bërë vaksinën ata. Që është për mua një nga shkaqet kryesore të kancerit mitrës. Ja bon kanë majve goca. E dyta, që ndikon shumë ke fertiliteti, ke lindshmëria. Ta kam thënë ato të Gjermanisë. Da them pa pastaj. Po koncepti është që këta prindër që i kujtojnë që këto që themin ne janë prallë o fantazi këto. Janë kaq idiot se nuk kuptojnë dot që mungesa e tyre e interesit për të marrë informacion i bën që të duket e habitshme kjo që them unë. Po të kishin marrë informacion, s'do kishin nevojë fare ta dëgjoshin nga unë. Ata nuk kanë informacion dhe e mohojnë këtë informacion. Se jam dakord që ti nuk e di edhe e mësove. Po ti të mohosh diçka që nuk e di edhe po e mëson, sepse ti se di, po ti se di se e ke kërkuar. Se po ta kishe kërkuar dhe unë t'ja kisha futur kot, dakord, po ti nuk ke pas informacion për këtë gjë. Pra ti që e mohon atë që po themi, nuk është se bëre punët e tua, detyrat e shtëpisë. Mlodhe informacione dori që të pa vërtet. Ti thjesht e mohon, si sa pranon ty sedra që ti se dije, dhe ke hallë ti është mirë me shtetin dhe bën sikur jemi ne budallëç. Po harron që po merr qafë fëmijën tat. E kanë për gjyshet. E kanë për gjyshet, e kanë për prindërit, e kanë për vëllezërit, e kanë për motrat. Por jemi shumë serioz kur flasim për këtë temë, se është gjë e vogël të flasim për këtë temë. Fëmijët tuaj janë rrezik, edhe nga vaksinat, edhe nga tranzicioni gjinor, edhe nga ligji i barazisë gjinore që në fakt fsheh pikërisht këto procese. Por ju do të mësoni sot një gjë shumë të tmerrshme. Kush do t'i ketë ilaçet e fëmijëve tuaj në dorë, edhe vaksinat e tuaja në dorë. Kjo është tema e ditës sotme, në këtë keni like. Edhe si të italian giusto. Edhe me gjimen. E di për çfarë bika jeri notë plago. Më vjen sepse
Këta shqiptarë që janë këtu, që nuk e rrojnë bëjnë kësë tipi, ku shkojnë në Itali në për botë atje, nuk lenë gjoj liqë pa mësu për menç vëlla, që s'ka mësu në jetë në vetë në Shqipëri, ati mësojnë gjitha si e ruën hallit se janë vend të ujë. Tu në vend vetë, që ti dim për vetë në vetë, jo vëlla, ja. Tani, Kanë qef të madh, komentojnë, t'japin mena aty. lajmi më i tmerrshëm për mendimin tim për jetën e fëmijëve të tyre dhe për veten e tyre është fakti që Rama po bën një kompani me Izraelin që do kontrollojë të gjithë vaksinat dhe ilaçet e fëmijëve shqiptar, me të prindërve dhe të gjithë tjerë. Gjitha ilaç. Izraeli. Kësa i thënë shkosh në farmaci të hasmit që do me të morë shpinë. Me kërku ilaçe për shpinë të atë. Bukën po, ilaçet po, ujin po, Çdo gjë. Ti e bëjmë me recetë, Tani, këta nuk e kuptojnë dot që ne jemi kaq serioz kur flasim për tema kaq rrezikshme që lëm me kokën tonë kur i themi. Po se mi budalleni që humim kokën. Jo që po rrezikojmë jetën tonë kur flasim për këto tema. Se ne dimë që bëjnë çufot gjithë dhe tjerëve që kanë bërë Francë, në Zvicër, i kanë vrarë, i kanë pre, i kanë zhdu, gjithmonë me vetvrasje, aksidente. Në për Shqipëri ata kanë një problem se ne s'kemi armiq tjerë përveç tyre, që janë sorvo si çufot për kace, që cilët duan të pushtojnë Shqipërinë dhe jemi dalë kundër me mësu shqiptarëve që këta janë ata që po na e bëjnë, se me na ndodh Gjonev. Gjithë projektet tyre, i mashtrimit global, besa shqiptare, Shqipëria është e mikut ju e vendës, këto prate Ramës. Dhe gjithë kjo skenari tyre, ke parasysh që shqiptarët na shpëtuan e kemi mirë njohje nga shqiptarët e kështu, do fliqen para gjithë botës pasi e kanë ndërtuar vetë mitin mbështetjes shqiptare 44-43, e ndihmës shqiptare, humanizmit shqiptar, me prek një nga ne këta, Shqipni, nuk e morën vesh për herë. Po më hoqën mu gjithë e di që ma kanë bo ata, po të eqë me një nga shokët tanë që janë në kulmin e kësa betejë, dim që e kanë bo ata. Urrejtja ndaj tyre, nuk e kanë pa me synjet e tyre në masive në botës, do shpërthej, po guxon ta bëj. Nuk do jetë vend më i urryer për ta se sa Shqipëria po të vrasin e një nga ne. Siç e kanë zakonin që vrasin gjithandej. Prandaj vrasin dot ato. Kanë frikë. Se s'do ketë vend që t'i urrej më shumë se shqiptarët. Sepse vetë ndërtuan teorinë e mirënjohjes ndaj ndihmës, filantropisë, dhe po prekën një nga ne. Ata s'do kenë më vend. As si turist, as si gjë, s'do ketë një urrejtje. Dhe shqiptarët tu sta për to fare. Dhe këto gjona. Po urrejtje masive. Ta kenë mirë parasysh që mos guxojnë të shkojnë me në gjë. Dhe kjo ambasadori i Izraelit ka për ta humb karrierën për muajsh. Shumë shpejt ta humb pas. Sepse kjo do shërbej si rast dështimi politikës së Izraelit në një vend tjetër për shkak të produktit që e prodhoi. Kjo është e implikuar totalisht në veprim me Ramën në krim incident, siç është rasti i flamurit të ambasadës së Izraelit që s'na u gjet ajo gocë. Ke pas 1000 kamera e kanë filmuar ecjen e saj dhe sumon veç kushte e goca, që ishte komplet false flag e atyre. Incidenti organizuar bashkarisht. Ato flamuj që vun bulevard pas u detyrën të hoq, kur ne thamë që e kanë vënë për të na bërë incident, i ka bërë kjo ambasadore. Kjo ambasadore ka prodhuar false flagë të degeneruar dhe dështuara në Shqipëri bashkë me Edi Ramën. Dhe kjo ka për të humbur karrierën, se ka dështuar në një nga vendet miqësore. Pasi gjithë ky reaksion që po krijohet, ajo e krijoi. Ajo me Edi Ramën. Ajo do mbaj përgjegjësi, koka e saj do hiqet nga Izraeli, do pritet si karrierë politike, sepse ka dështuar në Shqipëri me atë që ka bërë. Tash më shqiptarët dinë se kush është ajo, çfarë po bën ajo. Zotësia ishte mos e merrshin vesh. Tash që morën vesh. Po ajo ka rol pse? Po ç'pun kishte të vendosë flamujt e Izraelit në bulevard. Ditën e protestës, ato ishin vendosur ke pedonalia çdo vit. Në muaj qershor ke pedonalia vendos flamujt e javës së Izraelit. Ke pedonalia dhe lart, si projekte do të njëri. Çfarë që i ngritën dhe i vunë në bulevard ku ishte protesta era parë. Pikërisht për të ngritur njëri, për të djegur dhe për thënë që është protestë antisemite. Më fal, por këtë klim kush e krijove ti? Po ja goca pse s'u gjet asnjëherë që hoqi flamurin nga ambasada e Izraelit. Është incident i rënd e diplomatik. Ja ç'ka bëhet me ambasadë tjetër. Edhe u harrua. Si u harrua ajo? Si harrohet ajo? Ku harrohet ajo? Ajo është aty. Është e filmuar e gjithë skena. Pse se gjetën këta? Se i kishin bërë vetë. Dhe në këtë situatë, unë do i kujtoj gjithë shqiptarëve hallin më të madh. Keni një farmaci përballë, do shkoni të merrni ilaçet për të shpëtuar familjen tuaj. Ndërkohë ai që është farmacisti ka do me të morë shpinë. Po s'ta merr do si të shon, duhet të vdesësh ti që ta mori ai.
Tashi, kuptoni që gjithë vaksinat e fëmijëve tuaj do i kenë në dorë ata. Zyrtarisht me letra. Edi Rama ka kërkuar gotës Valdete Sales, ministra e Shëndetësisë. Valdete Sales është mitra që ka pjellë gjithë Sorosin në Shqipëri. Kjo i pjellë të gjithë si Nona Mbretnesh. Edi Ramën, Linda Ramën, Erion Velin. Kjo i ka botë gjithë që ka Sorosin në Shqipëri. Kjo i ka pjellë gjithë. Andi Dobrushi, gjithë kjo i ka pjellë. Kjo ka bodhe i gotës, quhet ministra e Shëndetësisë. Ministra e Shëndetësisë ka marrë urdhë nga Rama që të themeloj një kompani publike me Izraelin që të kontrollojë të gjitha ilaçet dhe vaksinat e Shqipërisë. Pra, shtetin ton ta kenë në dorë ata që duhen na përzon me kolonizu Shqipërinë. Dhe ajo i ka thënë që kam frikë ta bëj. Po se boni Ebdoreqi i ka thënë. Më duhet urgjent se s'kam kohë, do më heqi. Do të bërë urgjent. Ne duhet me ndalu këtë gjë. Duhet me menu ropë për shtëpinë e tyre, për fëmijët e tyre. Po e vetmja mënyrë për të ndaluar protesta është vinë në Tiranë, të gjejnë kohën, fillojnë ta shtrinë edhe në qytete të tjera gjatë ditëve të javës, po shtunë vinë në Tiranë. Po këta dorë si s'kam se të bëjnë durrë, ta bëjnë Tiranë, ja ku është Tirana. Afërsh. Edhe për gjithë ata që nuk kanë mjet transporti, të kërkojnë ndihmë se do i jepet më njëherë për të transportuar nga Durrësi në Tiranë. Ka fillu punimet tash në autostradë. E bllokojmë këtu e Po çfarë do bllokojnë ne? Po duke bllokon do të energjinë e popullit, çfarë do të bosh ti me autostrada me gjona. Shikoj. Në kulmin e sezonit turistik bllokon autostradën ai kumare. Si çdo gjë tjetër. Si që kanë planin gjithmonë. Ta autostrada bllokohet në dimër, që ka më pak trafik. Jo, mbien thashun ty bu. Në kulmin e sezonit. Ne jemi kështu vend malor që na bie vora, kështu bora. Kulmi i sezonit blokon rrugën. Zbojmë punimet o pa nuk ma betoni e mur. Dimër, që të di?